Shkolla Ibrahim Azreku në Malishev e ka shpallur të premten ditëzie pas rastit tragjik të humbjes së jetës së 2 fëmijëve dhe babait të tyre. Të 2 fëmijët ndiqnin mësimin në këtë shkollë, ndërsa institucioni ka njoftuar për vendimin e marrë pas vdekjes tragjike të tyre. Po ashtu për ditën e premte është pezulluar edhe procesi mësimor. Në koordinim me Drejtorinë e Arsimit, Këshillin e Prindërve dhe Këshillin e Mësimdhënësve, njoftojmë të gjithë nxënësit, prindërit dhe stafin e shkollës fillore të mesme të Ullët Ibrahim Azreku në Malishev, se në shenjë solidarizimi dhe respekti për ndarjen tragjike nga jeta të nxënësve tanë të klasës së 3, Naile dhe Kujtim Berisha, si edhe të prindit të tyre Ilir Berisha, dita e premte më 17/04/2026 shpallet ditëzie në shkollën tonë. Gjatë kësaj dite pezullohet procesi mësimor, thuhet në njoftimin e kësaj shkolle.